Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani djath, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës suaj. Shkencëtarët thonë se është mjaftueshme për të ngrënë 40 gram djath çdo ditë për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve në zemër. Këto zbulime për zemrën rrjedhin nga një meta-analizë e studimeve vëzhguese të cilat analizuan efektet e konsumit të djathit në rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Bashkëautori i studimit, Li Qingqin, që punon në Departamentin e Ushqimeve dhe Higjienës në Shkollën e Shëndetit Publik të Universitetit të Kinës, citoi se ai dhe kolegu i tij botuan në dhjetor të vitit 2017 rezultatet e zbulimit të tyre në revistën europiane të ushqimit European Journal of Nutrients. Djathi është padyshim një nga ushqimet tona të preferuara. Ai përmban lëndë ushqyese që janë të dobishme në shëndet dhe këto gjëra sa vjen edhe shtohen. Të tilla janë kalciumi, zinku, vitamina A dhe vitamina B12. Por ai gjithashtu ka shumë yndyrra të ngopura të cilat mund të rrisin nivelin e kolesterolit. Kjo nga ana tjetër rrit rrezikun e goditjeve në zemër. Studimi megjithatë tregoi se djathi mund të ketë efekte të kundërta në shëndetin kardiovaskular. 15 studime individuale përfshin më shumë se 200.000 pjesëmarrës. Efektet e konsumit të djathit janë analizuar në një thellësi prej 10 vitesh. Shumica e studimeve përfshinin individë të cilët nuk kishin sëmundje kardiovaskulare gjatë studimit. Meta-analizë tregoi se krahasuar me ato që ëngrën shumë më pak djath, ata që e konsumuan normalisht ishin deri në 80% më pak gjasa për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare, 14% më pak gjasa për zhvillimin e sëmundjeve të arterieve koronare, deri në 10% më pak të ngjarë për goditje në zemër. Shkencëtarët tregojnë se këto rezultate ishin më të forta mes atyre pjesëmarrësve që konsumonin rreth 40 gram djath çdo ditë, në përfundim ata cituan. Kjo meta-analizë e studimeve vëzhguese sugjeron një korelacion jo linear mes konsumit të djathit dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Gjithashtu ekspertët citojnë se konsumi i 40 gram djath të bardhë çdo ditë mund të japë përfitime të mira shëndetit tuaj të zemrës dhe të parandalojë një sër komplikacionesh që lidhen me të. Shqiptarët e konsumojnë djathin në çdo racion ditor. Një fet djathi e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduar nga mjekët për shkak të vlerave të tij shëndetësore që ka. Por e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë vlerat e tij? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është të menduar gjatë se cili vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë vlera të djathit të bardhë. Në këtë video, sipas Brejcaj, do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes dhe vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj. Ai është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave të Brejcaj, djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës të tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë edhe përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti antiinflamatore, ai ndihmon në tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Ai ka përqindje të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrnave gjatë ditës. Ai është një burim shumë i mirë i proteinës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë në çdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga njëra ana ato japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin e muskujve. Është i pasur plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitaminat B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor në metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë vitamina A, fal antioksidantëve që ka, do ju ndihmojë gjithashtu në luftën kundër radikaleve të lira.
Fosfori, i fundi në rrallë por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrat e acidit në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron edhe ndërton qelizat kockore në rritjen e jetëgjatësisë së organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruajnë në organizëm dhe të kryejnë funksionet e tyre gjatë gjithë ditës. Ai është i pasur me probiotik. Djathi i bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve, të cilët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Ai ndihmojnë gjithashtu në shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, i deles ose i dhies, është një burim shumë i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivelet e duhura të këtyre mineraleve, kaq të rëndësishme gjithashtu për organizmin. Nëse doni që të merrni vlerat e duhura të djathit, duhet ta konsumoni atë me sa më pak yndyrë, në mënyrë që të merrni përfitimet e mira dhe të evitoni gjithashtu një sër komplikacionesh. Djathi është një nga ushqimet më të pasura me vlera të mira për organizmin dhe nëse konsumohet pa e tepruar, do të ketë një ndikim efektiv për shëndetin tuaj. Ai është i pasur me kalcium, mineralet të nevojshme për kockat dhe djathi përmban gjithashtu proteinat të cilat i nevojiten organizmit. Djathi nxit dhe përmirëson gjumin, por nga ana tjetër për shkak të yndyrës që ai mund të shkaktojë edhe probleme me tretjen. Nëse konsumohet direkt para gjumit, yndyrat e djathit mund të prishin cilësinë e tij. Në këtë video do të mësoni për rolin e djathit tek gjumi juaj. Djathi për një gjumë më të qetë. Një studim i fundit britanik, të cilit i referohemi sipas Del Site, arriti në konkluzionin se ngrënia e djathit rreth një orë para fjetjes ndihmon t'ju zerë gjumi më lehtë. Roli i djathit te gjumi atribuohet aminoacideve të njohura si triptofan. Ky aminoacid përdoret nga organizmi për prodhimin e hormonit serotonin, që rregullon humorin, qetësinë e njeriut dhe përshpejton ardhjen e gjumit. Gjithashtu, në krahasim me karbohidratet dhe proteinat, yndyrat treten me më shumë vështirësi. Kjo do të thotë se nëse ju vuani nga sasitë e mëdha të proteinave, atëherë djathi me yndyrë të plot direkte para gjumit do ta vështirësojë më tej gjumin tuaj. Gjithashtu, djathi është një arsye e mirë për të konsumuar në dietën tuaj, por gjithmonë brenda normës së lejuar. Nocioni i vjetër se djathi është i pashëndetshëm për shkak të gjitha yndyrnave të ngopura që përmban, por ulëntime të reja kundërshtojnë në lidhjen midis yndyrnave të ngopura dhe sëmundjeve në zemër. Në fakt, konsumi i djathit lidhet me shumë përfitime shëndetësore. Ai redukton rrezikun e sëmundjeve në zemër. Disa studime besojnë se djathi mund të shpëtojë të ashtu quajturën paradoksi francez, që francezët kanë shkallën më të ulët të sëmundjeve në zemër pavarësisht nga kulti i tyre ndaj djathit dhe ushqimeve të tjera të pasur me yndyrë të ngopur, siç është edhe gjalpi. Ekziston gjithashtu një raport i vitit 2016 që analizoi rezultatet nga 31 studime të grupit të ardhshëm, të cilët shikonin se bulmeti konsumohet pjesërisht dhe nëse kishin sëmundje kardiovaskulare. Një zbulim i rëndësishëm ishte se konsumi pothuajse 50 gram djath në ditë uli rrezikun me 18% të sëmundjeve në zemër. Djathi u mbron gjithashtu edhe nga diabeti. Konsumi 10 gram djath në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 me 8% sipas një studimi të grupit amerikan Journal of Clinical Nutrition. Ka më shumë lajme të mira nga i njëjti studim, njerëzit që hanin rreth 3/4 e filxhanit kos në ditë kishin një rrezik edhe më të ulët. Një studim tjetër nga American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin më pak se 50 gram djath gjithashtu reduktonin rrezikun e diabetit të tipit 2. Djathi do të rrisë edhe masën tuaj muskulare. Konsumi i djathit me 1 filxhan në ditë mund të rrisë masën muskulare, citon Clinical Intervention. Gjithashtu, djathi është një produkt shumë i mirë për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.